Takimi në shtëpinë e bardhë. Trump i kërkova Netanyahu të vazhdojë negociatat me Iranin. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se i ka kërkuar kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu që të vazhdojë negociatat me Iranin, ndërsa Shtetet e Bashkuara synojnë arritjen një marrëveshje bërthamore me Teheranin. Deklarata u bë pas një takimi të gjatë në shtëpinë e bardhë mes dy liderëve, në një kohë kur Shtetet e Bashkuara kanë shtuar praninë ushtarake në lindjen e mesme. Trump e përshkroi grumbullimin e forcave amerikane në rajon si armada, duke lënë të kuptohet se ekzistonte mundësia e një goditje ndaj Iranit. Nga ana tjetër, Netanyahu po ushtron presion që kërkesat amerikane ndaj Iranit të zgjerohen, duke përfshirë ndalimin e mbështetjes së Teheranit për organizatat armatosura si Hamasi dhe Hezbollahu, si dhe kufizimin e programit të raketave balistike. Trump shpreh optimizëm të kujdesshëm për arritjen e një zgjidhje diplomatike. Në një postim në platformën Truth Social, ai kujtoi se herën e kaluar Irani zgjodhi mosarritje e marrëveshje dhe sipas tij u godit me Midnight Hammer, gjë që nuk shkoi mirë për ta. Shpresoj që kësaj herë të tregojnë më të arsyeshëm, më të përgjeshëm, shkroi Trump.